Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Vlogmas. Unë jam Rea dhe mirë se erdhët në Vlogmas 21. Unë konsumova mëngjesin, hëngra tost me avokado, që është një nga mëngjesit e mi të preferuar. Dhe këtu kam çantën sepse duhet të ikje të bëj pazar, duhet të blej disa ilaçe për rrobat dhe se më kanë kelur shumë pulovra që nuk i kam larë akoma. Dhe duhet i vesh në këto ditë të ftohta dimri. Prandaj do dalim së bashku për pazar. Marrë këtë çantën që kam marrë tek 1 euro. Çfarë mora në market, nuk mora asgjë për të ngrënë, mora vetëm ilaçe për rrobat dhe dyshemen. Mora këtë Sunday, nuk e kam provuar asnjëherë, më thonin nëse e keni provuar dhe është i mirë, ajo vlen se ishte 4700 lekë, më duket. Mbi 4500 ishte, dhe është universale. Nga 30 gradë deri në 90 gradë. Më duket gjë e lezetshme, nuk e di, nuk e kam provuar asnjëherë dhe nuk doja të merrja ndonjë nga ato që i kam provuar. Thash të provoja diçka të re. Është 3 kg. Do ta përdor. Nëse se keni provuar ju, do ta përdor dhe unë do t'jap një review për këtë pasi të lahen rrobat direkt se do t'i vendos për të larë. Sot do ndalem vetëm tek punët e shtëpisë, sepse unë nuk di ku të fus kokën, aq rrëmuj kam bërë këtu, nuk ka qenë shtëpia kurrë, asnjëherë ka qenë rrëmuj. Mora një acid, sepse jam bërë, e keni parasysh para Krishtlindjeve ose vitit të ri, shkonte në shtëpinë, e bëjnë të pastër, nuk e di unë, nuk lën një cepa e larë pa e shplar. Do e bëj dhe unë, gjërë trokitja do e bëj dhe unë njerëz. Shpresoj ta bëni dhe ju dhe t'ju motivoj, sepse duhet të na gjej 2022 të pastërta, të mira, flori që kështu do lajm edhe me acid. Do me thënë do laj balkonin, do laj çdo cep të shtëpisë, ta bëj xiz. Se po lart mbretëror do e bëj. Mora pastaj dhe këtë. Acidi ishte 900 lekë, kurse kjo ishte 1450. Mora me limon, aroma e lezetshme, po hajtme. Kjo lan, besoj se lan, se dhe herën e fundit ashtu e kisha. Pastaj mora dhe një kështu për rrobat e zeza, kjo më kushtoi 3500 lekë, është 900 ml, edhe janë, do me thënë mos t'i laj, ti marr pak oram si mora, mos t'i laj rrobat e zeza me plur, sepse normal ngelet ai pluri dhe sikur zbardhet në një pjesë, sidomos xhaketat dhe ngjarë shumë keq apo palltot, që kështu t'i laj me këtë dhe kjo është black. Dhe normal e jep edhe ngjyrë. Ka një aromë fantastike. Do e përdor dhe këtë. Është hera ime e parë që përdor, domethënë tani që kam ardhur në shtëpi me vete, se është si amami, nuk e di më duket sa kam përdorur, po do jap unë review për rrobat e mia, eksperjenca ime. Kaq ishin të gjitha gjërat, mendova se do më kushtonin më shumë, se mora 4 gjëra dhe këto kushtojnë, më kushtuan 9500 lekë. Kurse me euro më kushtuan 7.8 euro të gjitha këto ilaçe që mora. Besoj se është mirë. Që kështu t'i futemi punës, bleva edhe dorashka i mora atje sepse duhet të laj edhe enët, edhe të bëj punët. Shikoni që nuk i marr punët kot, unë i marr super seriozisht, vendos ta shall. Ok, shallin duhet ta vendosim në kokë, po më mërdhinte, se s'është golf, kjo është pak e hapur. Ku kemi dorashka, ka vendosur edhe përpara sandwich, që do fiks tani. Për të larë e për të shplar.
dorashkat. Sa material i keq nga bindera plastik. Në fillim do gjej këto gjërat që janë për të flakur, se më vetë super rëmuj. Kjo paku e me vezë mbaroj, kam një tjetër në frigorifer. Edhe ja, po plak gjërat, po e pastroj gëndën këto. Gjithashtu do kërkoj pak muzik jazz me Krishtlindje. Më pëlqen shumë të dëgjoj. Frank Sinatra është i preferuari im. Jo vetëm për jazzin, por si këngëtar është i preferuari im. Jack Frost. Tani do vendos rroba për të lartë dhe do vendos material leshi, sepse është bërë një mal plot dhe më duan të lara. Kjo është për leshin. Ta ndesim. Çfarë do bëj unë për dark? Do bëj fasule. Fasule. Unë des për fasule. Është gjella ime e preferuar. Ti shplaj edhe ti gatuaj. Fasule pa mish, mas më pëlqejnë. Që kështu gjeta edhe një qesë në mish, për të shikoj kush ka kock. Po bëj këtë. Tani hedh edhe qepën. Tani po vishem, është shumë ftohtë. Edhe duhet të takoj Ersin, se duhet të më sjellë, domethënë të më hedhë në telefon disa video që bëra dje, që të editoj ricin dhe ta postoj sot në darkë. Është ora 5:30 dhe në 6 të Ersi. Vish mi trash, mbërthehemi. Se jashtë është super ftohtë. Por edhe këtë shallin e voçkë. Edhe dorashkat. Tani po. E fikëm edhe sotme, se zoti vën flakën shtëpisë. Isha gati për të dalë, shikoni flokët e mi. Seriozisht do t'i lë me këta flokë, se i pash tani në fund fare. Ja,
dhe erë si arush polar. Njerëz më shbër hunda si Rudolfi. Jo. Shkoni. E shikoni? Ajo të lartë, ajo të lartë. Erë si ka punën të lartë. E mora këtë 400 lek. Hey, baba gjysh! Mbërësira që mora ishte shumë e mirë, nga 10-10. Shëndet ersi, fjale vërtet. Pak e vogël, po për një person që nuk i ka shumë qef, mbërësirat ishte super e mirë. Papa gjyshi këtu që nga i dobët, elegant, i gjatë. Ky është reja. Ja, ky papa gjyshi. Po na fytyra duket si papa gjysh. Nuk janë një sojër si. Ai duket si kështu. Si me shqep, si ai në mëngjes. Qip. Po ti kjo hajtë dhe thoja e mund të filmoj. Kjo duket si quka pik. Vetëm arsyes. Po kjo që dhe je? Sa erdha në shtëpi, ndeza prap sopën dhe bleva dhe disa gjëra. Mora një qumësht, sa i qumështi që kishtë në frigorifer që s'ka duar, se dini unë një më skadohet shumë shpejt qumështi. Mora këtu salqiqe crudo. Mora një bëbezjet e dysh. Dhe kur është ftohtë më pjet një gjë e ftohtë, mora dhe këto të rozafës. Ta kem se kishin sjell. Është atë e marinuar me spec djeks. Më pëlqen shumë, a sugjeroj. Mora dhe një limon për sallatën. Dhe ja, këto gjëra mora. Dhe ku ka më mirë të pish bëbez të dysh në një filxhan çaji. Merry Christmas! Tani erdha lart te dhoma sepse duhet të editoj një video, një reels për një bashkëpunim që kisha dje, që ju atë tregova tek dyqani, ja ku jam unë këtu. Edhe duhet ta editoj që ta postoj, sa bukur, që ta postoj tani. Prandaj ju ftoj që të më ndiqni në Instagramin tim. Unë do ta editoj me InShot, ky është programi me këtë ikonën kështu, që edhe videot e YouTube-it mund të editohen shumë mirë. Është program që nuk e humbet cilësinë, më pëlqen shumë dhe dua sugjeroj si për editimin e videove të YouTube-it, ashtu edhe çdo video në platforma të ndryshme si Instagram, Reels, IGTV, Facebook, apo TikTok, i ka të gjitha opsionet. Ja dhe darka ime, bëra fasule, ose më sak dreka se s'kam grënë akoma, xhaxhiq, buk, sallat jeshile me limon me qep, edhe një presh, më bëf të mirë, nuk ka gjë më të mirë se kjo. Fasulet janë të preferuarat e mia. Si që shikoni, është një mal tjetër me roba dhe s'da vendos prap lavatricën. Tani më mirë mali robave. Këto janë të gjitha robat që kam për të palosur, ndërkohë dëgjoni dhe lavatricën, doja t'ju tregoja edhe këtë shallin që bleva tek Medreseja 7.000 lek. Është super i butë. Edhe ngjyrat i ka shumë të bukura, prandaj e bleva, por e bën pallton plot
lëshon super qime, lesh, di unë çfarë lëshon dhe nuk ja kushëlloj. Që kështu në qoftë se shikoni si ky, mos e merrni, shikoni si ka këto. Dhe më vjen shumë inace, e mora me shumë qef, po kur erdha në shtëpi, pash që lëshonte, shikoni si e lëshon gjithë këtë në pallto, në xhup, por nuk e di, ndoshta po e lava, prap kam frikë ta laj, ndoshta nuk do e lëshoj më. Më thoni nëse keni bler dhe ju ndonjë si ky, dhe si ja keni bërë që mos të jetë kaq problematik. Kam nevojë për ndihmë. Ndërkohë kam gjithë këto rroba këtu për të palosur. Sa i natë kam të palos. We'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Tani është koha të hap advent kalendar. Unë dia harrova të hapja që kështu kemi dy data për të hapur, 20 dhe 21.
janë të mira më duket. Tani të gjej një zeta që nga kjo duhet jetë një laps edhe të hap. Inshallah është në laps për buzët. Ose mund të jetë ndonjë furç, nuk e di. Ata shajm. Nuk e di, kam përshtypjen se do jetë një laps i kuq. Jo. Që nga një laps ka. Që nga për vetullat. Ja, ky lapsi i lezetshëm e pranojmë. Tani do hap edhe numrin 21. Jam shumë e sigurt që këtu janë qerpikt. Ata janë. Sikur ta dija. Ha pra hap, po. Është ngjitur këtu. Ja, qerpik. Nuk kam vendosur asnjëherë. Edhe nuk e di ngjitsin e kam. Nuk e di a do i përdor. Do i hap të shikoj në qoftë se janë si natyrale apo janë shumë plastik. Që nga shumë të bukur dhe duken shumë natyrale. Unë i kapa dhe nuk ngjanin fare si plastik. Ngjanin si qerpik vërteti. E lumtur. Hey, ç'kemi? Tadam! Nesër është 22, qa do jetë për 22-shin? Talëm për, okej, e pash. Talëm për vlogmasin tjetër, ta shikoni. Dhe njerëz të mirë, po i vjen dhe fundi vlogmasit. Sot ishte një ditë shumë e lodhshme për mua, por nuk kam mbaruar akoma me punët e shtëpisë. Kam dhe shumë punë të tjera për të bërë. Dhe nuk e di, në qoftë se doni që unë t'i filmoj kur bëj punë të shtëpisë, shkruani këtu poshtë. Sepse normale mund të tregoj atë gjë që bëj, domethënë, ose nuk do të tregoj punët, po do mundohem të tregoj gjëra të tjera ose s'do kemi fare vlogmas. Unë dua të tregoj atë që bëj. Dhe realisht ajo që do bëj janë punët e shtëpisë, por normal do e mbush ditën edhe me aktivitete të tjera. Tani vajti ora 1, edhe unë duhet të editoj gjatë gjithë natës dhe zgjohem shumë vonë, sepse normale flen orën 3:30. Dhe zgjohem në ora 10, gjë që është shumë gabim për mua, sepse e dua ditën sa më shumë që ta ngjesh me aktivitete, të bëj vlogmas, të xhiroj, por prapë është edhe hati editimet që kur do editoj unë. Do me thonë, ka qënë full. Por, po ja dali me sukses, edhe disa ditë nga kanë ngelur, që kështu mos hezitoni t'i bëni një like, të më ndiqni këtu në YouTube dhe në Instagramin tim rea.ametbea. Faleminderit sepse jemi shtuar shumë dhe në Instagram. Ju falenderoj shumë dhe ju dua shumë. Natën e mirë, ciao, shifemi nesër, pacim!